Po vazhdoni të shoqëroni me emisionin e Jona To, koha është për një tjetër histori suksesi, e që është materiali fundit për sot. Hyla Hakaj Plana është një grua e fortë dhe e vendosur, e cila nisi gjithçka nga zero, e udhëhequr nga pasioni për gatimin e ushqimeve tradicionale. Dashuria e saj për kulinari nisi në moshë të vogël, kur mësoi hapat e parë nga nëna e saj, duke ruajtur dhe përsosur recetat e trashëguara brez pas brezi. Me kalimin e kohës, përkushtimi dhe talenti i saj e ndihmuan të ndërtojnë një biznes të suksesshëm, duke e kthyer artin e përgatitjes së ëmbëlsirave në një traditë të dashur për shumë familje. Një nga produktet më të veçanta të saj është baklavaja, një ëmbëlsirë e njohur për shijen dhe finesën e përgatitjes. Madje në periudhat festive, veçanërisht gjatë festës së Bajramit, baklavaja e Hylës bëhet simbol i gëzimit dhe bashkimit familjar. Pasioni, puna e palodhur dhe respekti për traditën e kanë bërë Hylën një frymëzim për shumë gra që duan ta ndjekin ëndrrën e tyre, duke dëshmuar se me vullnet dhe dashuri për punën çdo sukses është i mundur. Mes aromës së ëmbël të kuzhinës tradicionale, Hyla Hakaj Plana, një grua e fortë dhe e përkushtuar, vendosi ta ruante trashëgiminë e familjes së saj. Me pasionin që ja kishte ushqyer nëna, ajo filloi të përgatiste ushqime të shijshme, duke sjellë në tryezat e njerëzve shijen e vërtetë të traditës. Me shumë dashuri dhe përkushtim, hapi një biznes të vogël, ku baklavaja e saj u bë simbol i festave dhe gëzimit. Me këtë veprimtari kam fillu me njëherë mas luftës në kushte shtëpiake. Të më thonë disa vjetë bile në kushte shtëpiake, edhe dal nga dal atëherë ka qenë shumë ma vështirë, jo shumë, por shumë ma vështirë, se s'ka pas, vetëm do telefonat të shtëpisi kemi pas. Edhe mu përhap ka qenë ma vështira, dhe pse një kojshike jemi, ajo dikush, do më thonë dorë mas dore, të shku në shkollë, të i qunë në shkollë, ose në qerë dhe baklava, se mas pari kam fillu me baklava. Edhe kush i ka marrë, i kanë pëlqy. Tani kam fillu me fli, edhe me fli kam fillu në shtëpin, kushte shtëpjake, mandej, disa vjetë. Mandej kom fillu me pite, me mantia, me krejt këto që ka janë me brumra. Betëm na dhe para lufte pa pun, edhe mas lufte betëm qashtu, dhe shke diqka me fillu, me bo. Edhe... Që mësuve me përgatit një baklava? Baklavën e kom mësu me nane, e kom përgatit mas pari, vitet e 90-ta, që shme tonë kom bos qatëherë, me nane kom përgatit. Edhe, po të kazoj drejt, e kom pas pasion edhe i du gatimet. Edhe në kush i don, gatimet, kush i don ato, vetë ju ti e mëson se ki qef mi buq ato dhe i don. Edhe tani, ku pash ku ato kohë na kanë qenë shumë vështira, fillimet. Shumë vështirë ka qenë se. Edhe kur i kujtoj që i marsha frigoriferat dvajtun, do më thonë, për dartë. Frizat për dartë, furrat për dartë. Kreti ki se kemi qenë pa punë gjithsesi. Dhe më thonë me njerë pas lufte pa punë, edhe para lufte që kemi vjetu qashtu, veç më s'me dalë jashtë. Kemi nejtë 10 vjetë, masina kanë largu për punë, ti e ere, veç në shtatë, veç për i tregimeve, edhe do këtë si prallë me qenë ajo. Që në kanë largu prej punës atëherë, kemi mbjetu gjithë qysh, ma shumë burri është merë. Do më thonë që ato vjetë, kur kemi qenë pa punë, ma shumë burri u me na furnizu me sene, me punu burri që atëherë të gjithë qytë. S'kom pas edhe shumë të holla, do më thonë s'kom pas. Ka ndodhë me një rast, masja kom në rogër punëtores, edhe po ndigjoj që mili kokaliru. Hajde qysh me blej, se kisha paret. Ja ma rogën asaj, edhe blej milin, prapë e blej pak ma shumë mila, dhe nëse ti. Edhe tani ja dhash tani rogën, masane ja kom dhonë asaj qashtu gradual. Edhe... Besoj me një punëtore ke fillu s'pari? Mas pari me një punëtore. Po, mas pari kur kom fillu në dyqan, se e kom qenë tani mas kushteve të shtëpiake, e kom qenë një dyqan të vogël, fillimet i vogël dyqane, për me kushtu qiraja ma lirë. Tani
Tani tu u zmadhu, unë jo matë madhë, tani një tjetër, tash është e katërta, kjo është të qoni katërt që jam, këtu tani jam zgjanu. Tani kom kushtet e mira, tash nuk u mungon as kur gjë. Si funksionon dhe më thanë krejtë? Tash unë funksionon shumë mirë, tepër mirë. Shumë mirë, i kom punëtoret shumë të mira, punoj si bletat, kur thëjmë, edhe nuk kom naj problem. Më digjojnë mu, janë 2 menagjeret kalzova që kur s'jam unë e këto, janë menagjeret. Edhe i kom të mira ato menagjeret, edhe punëtoret. Unë e mas pari, kur e marë punëtoren, punë që po të kalzoj, mas pari du me qenë e ndërgjegjshme, edhe njerëzore. Edhe kur është e ndërgjegjshme, edhe njerëzore, edhe puna s'mungon. Brumi bëhet që që kanë bo për para, shamë kur që që kanë bo gjyshet tona, nonat tona, brumi bëhet qashtu e din krejt. Mirë po, duhet tepër me pas kujdes në pjekje, edhe estetike në du shumë, premja me qenë e mirë, edhe estetika, po edhe sherbeti, do me thonë që to 3 sene, baklavën e bojnë mirë, duhet me pas kujdes shumë pjekje, por edhe në sherbet. Veç kujdesi, kur gjë tjetër, veç kujdesi. Po, që shka që Jo, tash vlen edhe senet une, tash kur i marë këtë gjalpen, në gjalpen e marë ndër matë mirë, dhe më thonë për me dalë e mirë, edhe senet i marë, i du kompas, nuk kompas, gjithmon i komor matë mira. Atëhere maj men ka qenë fillimet 20 euro. Baklava që tash kushton 45 euro, fillimet ka qenë 20 euro. E maj men se harroj kur. Parëmësime sa pete për gatit baklava? Me 80 pet, jo me 80 pet. Dhe më thonë 80 pet i ka një, se ka njëherë varet kur të hëllohet peta shumë e hollë, se kur do këtë ma pak pet, por 80 pet gjithë. Kur vinë kur zhi? Po, që është banë mundi? Dihna tepër mirë dhe tepër krenare, që kom mujtë, edhe se kom besu që muj me arrit, me ardhe i këtu, as njëherë. Po, tash besoj që je ndër emrat ma të njohur në këto në vendin tonë, dhe kjo të bënë edhe ma shumë krenare, se ki ma shumë shqitje, Po, a beson as njëherë, nuk e kom mendu që une muj me ardhe që shtu dhe i këtu ku jo marë. Heq. Po, cili nështë ashtë një sekret i punës tone që ka arrit deri këto? Ndigjo, sekreti ka qenë një, une nëse dikush ka bu naj kritik, une ku marë për vete atë kritik, edhe ato kritikat nëse ku marë nejherë ose na janë kesë, une ato i kom përmirësu me nejherë. Festat e Bajramit tash i kemi lonë që këto brumat i kemi lonë prej 25-it, do me thonë jemi fokusu veç për para i lyshem edhe ma heret, se kom pas veç një dyqan. E tash mas jënë bo 2, pilon pak ma vanë edhe, se po muj me mri. Edhe i bojmë festat e Bajramit. Sa e në të mira edhe për juve të njëjtën kohë, po edhe për krejt që shiten baklavat e tua? Shiten toni dujnë, krejt i dujnë, edhe kom veç qitë baklavat. Dash dijen, dash mo vetëm qitë baklavat, vetëm tradicionalen, edhe toni dujnë qita. Nuk e provu ndë njerë me ndru? Jo, kom provu për veti, po nuk du me provu se i kom edhe brumrat, kështu që baklavën du me lonë këte, se këte e lypin mas shumë të. Si për darsma, si për ahengjet ndryshme, si për ditlindje, për gjithë që ka marrin këtë baklava dhe marrin, jo veç për Bajram, marrin gjithë faktuhan marrin baklava, se tash s'po që më kërkur servisa. I kemi na ndër ushqimet s'plash, nështë ta gjithë kush pe lidh do vetë vetën, veç na i kemi ushqimet shumë të mira tradicionale. E kemi flin, e kemi mantin, që janë shumë të mira, i kemi këto pitet e këto leqenikun tani e kemi. Tani kemi edhe këte piten me kose hudër shumë e mirë bëhet. I kemë do senet mira që krejt i dojnë. A me rujt këtë lloj tradite? Po duhet. Kjo duhet më rujt gjithë. Kjo të trejat, pile ka njerë, nuk jem shumë të interesume, por se të natë vjetrit nuk jetojmë gjithmora. Duhet edhe trejat me kultivu këtë tradit. Për shfrytëzoj rastin, mi auru Fitër Bajramit krejt shqiptarve të Kosovës, diasporës, krejt, onë e mund botës Fitër Bajramit. Ruajtja e recetave të vjetra dhe vlerave të familjes nuk është vetëm një punë, por një mision për të mbajtur të gjallë shpirtin e kulturës sonë.
Me duar të arta dhe zemër të madhe, çdo e re mund të vazhdojë këtë rrugë, duke e bërë traditën pjesë të së ardhmës.